hifzi, Kur'ani, fjala e Allahut, paqe në zemër, në shpirt, në jetë. Kështu e përshkruan dashurinë e madhe për fjalën e Zotit. Kjo garuese nga Shkupi thot se të gjitha meritat dhe mirënjohja për mësimin e Kuranit është për ata që mbështeten në këtë rrugëtim, familja dhe mësimdhënësit e saj. Falemderoj familjen, pastaj edhe mualimen time, muhafizën Hafiz Nali Ibrahimin, e cila ajo ndahu kohën e saj për të na kushtuar neve me ditë, me net. Babin, Remzi Sakin, motrën Hafize, vllaun Hafiz, motrën e vogël Hafize. E një tjetër garuese ndihet krenare që ishte pjesë e një gare të tillë në nivel ndërkombëtar. Më ndjen shumë e mirë, është hera e parë që unë marr pjesë në këtë gara kaq e veçantë për mua me një fjalë, për arsye që ende nuk e kam kry hifzen, jam përsëritjen e hifzit. Edhe në kupton që ende edhe komisioni nuk e kam kryer, është hera e parë që unë dal me një komision kaq të madh me vlerësues kaq të mëdhej. Meritet më të mëdha ju takojnë fillimisht prindve të mi që kanë qenë përkrasit më të mëdhej gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj rrugtimi që unë kam filluar qysh e vogël. Mësimi i fjalës së Zotit është një sukses i përbashkët i garuesve, mësuesve dhe familjes. Krenarie e emocione shfaqen edhe prindërit për fëmijët e tyre. Fëmijët i kom përgatit qysh herët, ndoshta në moshën 5 vjeçare ja kam mësu alfabetin e gjuhës arabe dhe mësimin e leximit të Kuranit. Ndihem shumë e privilegjuar, është një ndjenjë shumë e veçantë, vetëm që janë pjesëmarrës edhe e madhrojnë fjalën e Zotit. Po në këtë garë marrin pjesë 2 fëmijët e mi, Darja dhe Darisit, e 2 për dëgjuesa. Nga ana tjetër, mësuesit flasin për përkushtimin që kanë treguar garuesit dhe sfidat që kanë kaluar për të arritur në këtë nivel. Jap mësim në konviktin e hafizeve në Shkodër Hanëm Sabonxhu. Në konviktin tonë mësojnë rreth 24 nxënëse. Aty nëse fillojmë nxënësit kryejnë një kurs Hazërullëkut, pra që përgatiten për mësimin e Kuranit. Pasi përfundojnë kursin e Hazërullëkut, ato kalojnë në mësimin përmendsh të Kuranit, ku ka nxënës të cilët mësojnë me gjyze, i thojmë ne, pra të ndarën pjesë të Kuranit, ka nxënës të cilët e mësojnë me devre. Mundohen pra nxënësit mësojnë afërsisht një faqe në ditë ose gjysmë faqet, si të jetë nga kapaciteti i nxënësve. Para 2 muajsh kishim një nxënëse e cila me aftësitë e saj të shkëlqyme arriti të përfundonte hifzin brenda 1 viti e gjys. Pra më shumë se një faqe në ditë ka arrit me mësu. Garat ndërkombëtare të Kuranit mlodhen në një vend 146 garues nga vende të ndryshme të Evropës dhe Ballkanit. Nga Kosova në këto gara morën pjesë 41 kandidat. Kjo ngjarje nuk ishte thjesht një garë, por një dëshmi e vlerave të larta të dijes, përkushtimit dhe unitetit.